Mbas lindjes. Kur lind fëmia, ajri hyn në mushkëritë e tij dhe fillon të marrë frymë. Pas marrjes së frymës së parë, fëmia do të qajë për herë të parë. Qarja bëhet për shkak të reaksionit ndaj ajrit që i hyn në brendi të mushkërive të tij. Nëse foshnja nuk qan dhe nuk merr frymë, duhet të mbahet për këmbë me kokë poshtë dhe të goditet lehtë në mënyrë që t'i ndihmohet për të filluar frymëmarrjen. Pastaj lidhet kërthiza dhe prehet me gërshërë të dezinfektuara. Mbas kësaj foshnja lahet me sapun dhe ujë të vakët. Për një kohë foshnja nuk ka nevojë për ushqim, pastaj merret një lugë me ujë dhe i vendoset pakës sheqer, përzihet dhe i jepet foshnjës. Në përgjithësi, foshnja e sapolindur do të jetë në gjendjen e ëndërimit. I duhet të pushoj shumë sepse ka kaluar nëpër një ndryshim të brendshëm dhe të jashtëm. Më herët ishte e varur prej ushqimit të nënës, por tani e ka sistemin e vettretës që ka filluar të funksionojë. Gjatë shtatzanisë fëmia varet prej oksigjenit që e merr nëna përmes frymëmarrjes, por mbas lindjes fillon të funksionojë sistemi respirator i tij. Tani vetë do të marrë oksigjenin prej atmosferës dhe do ta nxjerrë jashtë dioksidin e karbonit gjatë frymëmarrjes. Funksionimi i tij i brendshëm ka pësuar një ndryshim të madh, si dhe kushtet dhe rrethanat e tij të brendshme janë tërësisht të ndryshuara. Më herët në mitrën e nënës temperatura ishte 37.5 gradë, por tani gjendet në një mjedis që i ka kushtet e ndryshueshme të temperaturës. Edhe gjatë lindjes fëmia është subjekt i presionit dhe do të kërkojë një pushim. Në këtë kohë fëmia do të jetë sikur një pacient që sapo ka kaluar nëpër një operacion dhe të cilit i duhet të pushojë shumë. Do të jetë sikur një makinë e re që sapo ka dalë prej dyshemesë së dyqanit dhe që ka nevojë për një trajtim të kujdesshëm. Nën këto rrethana, gjëja më e mirë që mund t'i bëhet fëmijës është sigurimi i mjedisit të rehatshëm që do t'i ndihmojë atij për të çlodhur nga mundimet që i ka pasur gjatë procesit të lindjes. Doktor Xhelali shkruan: Gudullisja e fëmijës për të qeshur, ngritja poshtë e lartë në mënyrë të përsëritur, ndrimi i shpeshtë i veshjes dhe të treguarit e tij të tjerëve janë gjëra të papëlqyeshme nga të cilat duhet të përmbahemi. Fëmia nuk është një lodër dhe i duhet pushimi dhe qetësia. Mundohu të mos flasësh me zë të lartë në prezencën e tij dhe e përmbahu nga ngritja e tij poshtë e lartë me qëllim të qetësimit të tij. Përqafimi dhe puthja e foshnjës po ashtu nuk është një gjë e mirë për të. Edhe nënës i duhet pushimi dhe qetësia. Gjatë 9 muajve të shtatzanisë ka kaluar përmes shumë dhimbjeve, posaçërisht mbas lindjes. Ajo është shumë e dobët sepse ka humbur mjaft gjak nga trupi i saj. Gjatë kësaj kohe burri i kujdesshëm duhet t'i sigurojë të gjitha rehatit e mundshme dhe me një të ushqyer të mirë të mundohet t'i kthejë shëndetin që e ka pasur. Nëse e ka nevojë për përkujdesje dhe trajtim mjekësor, ai duhet ta sigurojë atë pa humbur fare kohë. Nëse burri është i pavëmendshëm në këtë periudhë, atëherë gruaja do të mbetet e dobët dhe e zbehur dhe ai duhet t'i bartë përgjegjësitë.